Investimi në aksin Shirok Zogaj po ndryshon ndjeshëm realitetin e një prej zonave me potencialin më të madh turistik në territorin e Bashkisë Shkodër. Banorët dhe përfaqësuesit e bizneseve të zonës vlerësojnë pozitivisht ndërhyrjen duke evidentuar përmirësimin e aksesit dhe ndikimin që investimi po sjell në lëvizjen e vizitorëve dhe aktivitetin ekonomik. Për vite me radhë gjendja amortizuar e rrugës dhe vështirësitë në qarkullim, ku në segmente të caktuara dy automjete mezi këmbeheshin, kanë kufizuar shfrytëzimin e potencialit të jashtëzakonshëm të vijes liçenore Shirok Zogaj. Kjo rrugë shumë e bukur, kjo rrugë shumë e mirë. Këto s'ke pas ku mundur me dy makina, këtu veç pleh zhomile ferra. Ky vend për mendimin tim ka dalë në drejt. Veç zhvillim, veç punë, veç panoram ka dalë ky vend. Jam shumë i kënaqur, nuk kam asnjë gjë negative për këtë projekt që është vëzhguar. Vitet e kaluara që në rres, pa bëjmë sot, pa bëjmë nesër, më në fund arriti Benedecive. Kryeministrit që ka me atukët, jam shumë i kënaqur. Ku ka rrugë, ka zhvillim. Ky është premtim që ne na ka projekt direkt edhe impakti është direkt. Kur vendoset edhe ndriçimi, sinjalistika edhe rrugat futet në funksion plot, mendoj që ka për të kënë diçka krejt ndryshe dhe shumë pozitive për zonën. Natyra dhe Zoti e ka beku këtë vend, por ky ishte degradu, me të vërtetë ishte degradu. Rruga ishte një gjendje të mjerueshme, linja elektrike një gjendje mjerueshme, gjithçka ishte një gjë që ishte krenari, me thonë kam një biznes në Zogaj ose jetoj në Zogaj, por ishte shumë e vështirë për me josh njerëzit edhe me i bë që me ardhë me vizitu këtë mrekulli, se kur vishin edhe shikoshin rrugën për herë të parë atëherë thoshin na vjen keq. Ishte një mrekulli, një përvojë shumë e bukur, por rruga ishte e tmerrshme edhe doshë po doshë ishim penalizuar. Shpresoj që ka për të kanë diçka krejt ndryshe. Na si kena ndërtuar një green business, jena diçka shumë, jo diçka, po shumë më të kënaqur në këtë vit sezonal. Pra mendoj se do të ketë edhe shtumje, edhe prurje më të mëdha për efekt rrugës, për efekt ndriçimit që pritet më u përfunu se drejt të vizat janë bë, ndriçimi po bëhet, parmakt janë vu, rruga është tru, mendoj se ka një akses shumë të mirë edhe një arsye shumë të fortë për më ardhur me vizitu fshatin Zogaj. Ashtë kënë shumë i harrum, ndërkohë si sot kena mundësi me ndru 2 makina, një zjarr fikse, si dikur s'kena pas mundësi me ndru 2 bicikleta. Sot ndrohen 2 makina, ndrohet me fjalë ka shumë fitim prurje, si ta thëmë në sensin e saj, na si kena ndërtu po thëmë përsëris një biznes. Ju falenderoj shumë edhe për mu ka ecë shumë mirë si rrugë. Me realizimin e investimit, taksi po merr një tjetër standard, duke krijuar kushte më të mira për banorët, vizitorët dhe bizneset që operojnë përgjatë tij. Sinjalet e para që vijnë nga zona janë pozitive, me më shumë lëvizje dhe vizitor, ndërsa bizneset shohin mundësi të reja për zhvillimin e aktiviteteve të tyre. Përmirësimi i aksit Shirok Zogaj nuk përfaqëson vetëm një investim në infrastrukturë, por një ndërhyrje që synon të krijojë një perspektivë të re për zhvillimin turistik dhe ekonomik të gjithë zonës së liçenit të Shkodrës.